Ish-banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Loredana Abrati, i është rikthyer televizionit me një sfidë të re që premton të tërheqë vëmendjen e publikut. Pas eksperiencës në reality show dhe më vonë në panelin e Goca dhe Gra, këtë sezon ajo do të jetë pjesë e programit të dashurisë. Por ndryshe nga rolet që kemi parë më herët, këtë herë Loredana do të ketë një pozicion të veçantë. Ajo do të shfaqet si matchmaker, duke u vendosur në krah të djemve konkurrent. Me përvojën e saj në ekran dhe energjinë karakteristike, Loredana do t'i trajnojë dhe këshillojë ata për mënyrën se si duhet të prezantohen, si të ndërtojnë marrëdhënie të qëndrueshme dhe si të tregojnë anën e tyre më të mirë përballë publikut dhe vajzave të programit. Ky rol i ri pritet të sjellë një frymëmarrje ndryshe në program, duke i dhënë më shumë thellësi dhe transparencë eksperiencës së konkurrentëve. Synimi i Loredanës është i qartë, të ndihmojë në krijimin e historisë së dashurisë, që shkojnë përtej spektaklit televiziv. Publiku ka reaguar me kuriozitet ndaj këtij lajmi, duke mirëpritur rikthimin e saj në ekran. Shumë djegës presin me pa durim të shohin se si Loredana do të transformohet në udhërrëfyese të dashurisë për konkurrentët e rinj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Loredana pati një lidhje dashurie me Jozmarkun brenda shtëpisë së famshme, por sapo dolën, ata i kanë ndërprerë marrëdhëniet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.